ti vetë, kur imagjinon Perëndin, qa beson lidhje me të? Qa beson? Si fillon të kredoja? Unë besoj që Perëndia, si është Ati gjithëpërshtetshëm, edhe është krijues i qiellit, krijuesin e qiellit dhe tokës. Ishte kjo pjesa e dytë, krijuesin e qiellit dhe tokës, se të na lëm një moment te kjo pjesa. Edhe shiko, kjo mund të duket shumë normale për ne sot, sigurisht ne e dim që Zoti krijoi qiellin dhe tokën, por në këtë kohë ne kemi shumë normale të atribuojmë krijimin Perëndis krijuesit, por në këtë shekullin e dytë, në këtë kohë të kishës, ishte një mësim i rrem që e përmenda pak, që quhej gnosticizmi. Edhe di çfarë besonin gnostikët, besonin që e përgjithshme e tyre, ajo që besonin është çdo gjë fizike është e keqe. I mirë është vetëm shpirti, ana frymërore, çdo gjë tjetër nuk bën. Çdo gjë tjetër është, kështu që nuk i jepnin fare rëndësi shumë gjërave, besonin që ana fizike, materiale, pemët, zogj, trupat tonë, rejt, çdo gjë është e keqe, edhe janë krijuar nga një Zot i vogël. Edhe ky Zot i vogël, ky Perëndia i vogël, quhet Demiurgu. Edhe në besimin e tyre, ky Demiurgu ka kriju këto gjërat e vogla që i quhen ana materiale, kurse gjën e rëndësishme ka krijuar një Perëndi i lartë. Shpirtin e ka krijuar një Perëndi i lartë, edhe ai ka rëndësi. Edhe ky është mësimi që lëvizte nëpër kishat, edhe njerëzit po ngatroheshin, por te kjo pjesë e kredos qëllimisht është aty për të thënë që shiko, qielli edhe toka është krijuar nga Perëndia, nga ky Atë i gjithëpërshtetshëm. Madje shkrimi thot, masi Perëndia e krijoi anë botë materiale, çfarë tha mas çdo dite? Kjo është e mirë. Kjo është e mirë ditën 2, kjo është e mirë ditën 3, ditën 4, ditën 5, ditën e 6 kur krijoi njeriu, çfarë tha? Ky është shumë i mirë. Çdo krijimi i Perëndis, madje tek Ungjilli i Gjonit, edhe Gjoni për këtë arsye dhe për shkak të këtij mësimi, sigurohet ta shpall edhe ta shkruaj të Ungjilli i Gjonit. Edhe ja të lexojmë Gjonin kapitulli 1, vargjet 1, 2, 3. Edhe fillon kështu. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndi. Janë shumë vargje të bukura, po do ndalojmë ke treshi. Ke vargu 3 thot kështu, të gjitha, krejt, të gjitha gjërat, të gjitha, u bën me anë të Tij, u krijuan me anë të Tij fjala, dhe pa të nuk u bën asnjë nga ato që u bën. Ishte kundërta se çfarë besonin gnostikët, ishte si shpallje, ne besojmë. Qielli dhe toka, edhe çdo gjë që ka brenda, është krijuar nga Perëndia. Edhe kur ai e krijoi, tha, kjo është e mirë. Kështu që, po ti vetë, çfarë beson lidhje me Perëndin? Pra do të çpoj, do të them her pas here, duke të bëj këtë pyetje, çfarë beson ti lidhje me Perëndin? A ndodh që her pas here sfidat bëjnë që të kurret besimi jot te Perëndia? Është ajo që beson në lidhje me Perëndin të ndikon edhe të formon jetën. Edhe për shekuj me radhë besimtarët e krishterë shpallnin, unë besoj te Perëndia, Ati gjithëpërshtetshëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe krishterët e hershëm rrezikonin jetën me këto lloj shpallje. Edhe nuk kishin frikë fare, madje në këtë rast ato rrezikonin jetën sepse titulli Zot i drejtohej vetëm Cezarit, edhe vetëm Cezarëve, vetëm atyre që drejtonin perandorinë romake, që do thotë ato u kthyen në armiq të romakëve. Pse? Sepse besojnë te Zot tjetër. Ne dim që Zot kemi vetëm Cezarin. Ti thua që edhe shumë shpesh gjendeshin përballë përsekutime, arrestimeve, edhe nuk e çanin kokën. Sepse unë e di kush është Zoti, unë besoj që Perëndia është Zoti. Ai është Ati i qiellit, edhe krijuesi i qiellit dhe i tokës. Çfarë beson ti? A lëkundet besimi jot përballë sfidave? E do të përmend disa pjesë nga Dhjata e Vjetër dhe Dhjata e Reja. Shiko, a beson që pasi ai krijoi çdo gjë, tha, është e mirë? A beson që Perëndia e mban fjalën ndër breza? Sepse shkrimi thot, ai është Perëndia e Abrahamit, Isakut, Jakobit. Edhe është Perëndia i brezave. A beson që Perëndia ndau detin,
edhe kryoj rrugë aty ku nuk kishte rrugë. A beson që e drejtoi popullin e tij në përshkretir, ditën me kolon reje, natën me kolon zjarri, edhe nuk e la popullin e tij pa orientim? A beson që ati bindet era dhe dallgët që shëron zemrën e thyer, që shëron të smurin? A beson që Perëndia u bë mish edhe mori trajt njeriu në Jezu Krishtin i cili vdiq për ne? A beson që Perëndia i ngjall gjërat e vdekura? A beson që Perëndia është i afërt, është personal, është i dashur, na njeh me emër, na shikon, na don? A beson që e lufton për ty, që është në anën tënde, që shikon për te asaj që shikon ti, edhe kur nuk të lë, kur nuk braktis? A beson në Perëndin që ishte, është, edhe që do të jetë? A beson që një ditë kësaj bote do t'i vi fundi? Kur atit i thot birit, tani është koha, edhe kur boria të bjerë, edhe kur Krishti të vi për të marrë nusën e ti që shkripi thot do ta bëj të pastër, edhe perfekte, mand fuqisë frymështet, edhe madje thot do ta pastroj, do të jetë pa rrudha edhe pa njolla. A beson se Perëndia një ditë do të thajë çdo lot nga sytë e njerëzve, edhe nëse kemi një vend, do të jemi përjetësisht në një vend me Perëndin ku nuk ka mëkat, nuk ka turp, nuk ka keqardhje, nuk ka dhimbje, nuk ka vdekje. E do të banojmë përjetësisht aty, edhe gjithë bashkë do thrasim, si thuhet te zbulesa, i shejt është Zoti, Perëndia i gjithfuqishëm.